A ke pos në herën këtu në zyrën apo teqen tonë, a ke pos në ai politikan? Drejt kallzona. I kom pa në disa për ty? Qëre, teqja është privatësi, vlla sa të reje. Nuk muna do më thonë, pa dyshim që po. Unë e di që ti edhe shëran njerës. Me lejnë Allahut, se nuk shëre, pa me lejnë Allahut e bëjmë rukje, bëjmë ato, po kem pas për na këtu e runa shumë privatësi. A ka qenë ai kush për shërem, drejt kallza? Për zotin po, Kryeministri inshallah, kryeministri. Nuk guxoj me fal. Jo që s'guxoj, po këtu është Po edhe të mberojë privatësi se jena të betun ashtu, se kush hin edhe kush dal domethënë këtu nuk e edhe që kam fëmijë, domethënë kur të hin këtu në këtë teqe, nuk e kam unë fëmijë ata. Ose ku gjithë. Edhe armiku më martu, unë kam e vlerësu edhe domethënë kam u kanë sikur e vladi jam. Unë jam dielli për gjithëve, ne jam shërtorët popullit. Pse shekujtem për shembull unë kam po nëse zgaboj, ke qenë për intervista pas emisionit që kemi bë bashkë edhe me dy shelirë tjerë për një fanxhore që demek pas ka ndodhur ty i kem shu një grus me shtraf sigar, kaçavidje thojnë ata.